tash e tutje, bajnë 2-13 vjetë që i ri vetëm me Zotin tem. I kërkoj falje, baj ibadet, baj namaz, qetësona. Unë për shqiptarët Kosovës në Itali, kum hinë burg. Ata në fund të më kanë lanë kulisë të parki. Nuk i shok haver. Para 2-3 ditë kështë të puna dhe për tham, o Zot, i madhi Zot i ka në atë në nemna. Thash ja del Gjelal, thash më kanë shtri me kajtë, thash më kanë prish zemën. E lëshoj erën më boj ke mu hera nena, herë kënena më shtini me kajtë. Përshëndetje. A je lodh? Jo, Allah t'ju ajni mirë? Mirë, alhamdulillah. Mirë, po është ty. Me hallë me bjërte? Po është ty, alhamdulillah, ka dhe Zoti. Keshtë të njohë, të pas ka rrit pak mjekë, pra? Po ka rrit mjekra, është e vërtet se në fundit mjekra më për bura. A ko qësë? Qashtu është. A dhe? Edhe duhet me mirë bajt mjekë. Ju si po kaloni mirë këtë ratë? Respekt. Faleminderit. Unë i ndrumë, apo këtuhet pa të më full një herë bashkë. Po, pa të tërkun histori interesante. Interesant, punë e selam alikimit. Po. Që deshten më matalla ato. Po. Që e truzoj qilin aj, kush në faltina. Po. I ndrumë se kom noli i badetin. I thamë gjithë besimtarëve musliman kudo që janë, i përshëndes me fjallin më të mirë, Eselamu aleikum. Që mos nolën me boj i badet i stikfar, se Zoti madh po ba surpriza. Edhe i thamë atyve shka nuk dini, inshallah Zoti ju zon këtë drejtim, se lumë na për ato që kim. Goja vetëm një argument. Pa ta konë Evropën që pa ta kalzuat herë. Ko edha të shpia mas 3 vjetë se në gjofta mirë venin tem, ku shkova të shpia thash le havla kella ila bilat, do me thonë s'ka fosës levize vetëm me Allahun. Qysh veç ku talshoj erën, vup, më shtini me kajt. Para 2-3 ditë kështë të puna dhe për tham, o Zot, i madhi Zot i ka në atë në nemna. Thash ja del Gjelal, thash më kanë shtri me kajt, thash më kanë prish zemën. E lëshoj erën më boj ke mu hera nena, herë kënena më shtini me kajt. Ky po në ashe ku jena, ku s'jena. Që në madhe ka? Po pasha Zotin. Edhe kon që ne ki pas një sprovë më të madhe, një jetë që e përballum, që e përballu shumë. Sprovën më të madhe që e kom pas, unë për shqiptarët Kosovës në Itali, kum hinë burg. Ata në fund të më kanë lanë kulisë të parki. Nuk i shok haver, jam shgëny për shoqnisë, unë tash ri vetëm vetë, baj ibadet, baj istikfar, i kërkoj Zotit falje, ai po më këshyrë si plumin. Qysh e more që zgënim për njerëzve që i ki besu shumë të rigona, edhe që të kanë lënë në rrugë. I besu... A di shka ma puna, ku njeri mirë për shgënjejke, s'pi besoj ke më kujna. Kjo më sekreti. Sa ka boj që kjo mos i besu njerëzve tash, a e pishmanë sot që I nderum, une i baj, të me thonë, jo 17 vjetë shka ri vetë. Vetëm tash e tutje, i bajnë 2-13 vjetë që i ri vetëm me Zotin tem. I kërkoj falje, baj ibadet, baj namaz, qetësona. Po ja thamë veç e një besimtarëve musliman. Një argument e salavatin. E bona me një ditë vetëm i qu salavat e pejgamberit unë, Allah e shpërblet. Allahumma salli Muhammed, Allahumma salli Muhammed, Allahumma salli Muhammed. E lëshoj erën duke mu mbajt mu me frim, vu, te sa më shtyri me pa kam një kullet të puna natën kruj, e kam përball. Sa ma shumë për ti që Allahumma salli Muhammed, Allahumma salli Muhammed, sa ma shumë duke mi të rëzu kodat aj. Da me thonë kjo është argument që s'ka. I thamë besimtarëve të ri, mes të ju mashtruan ta se këta kanë qef me hinë Evropë, atje në Evropë, ati qa kish vla. Qatë jo shqit që ndo bura, qatë jo shqit që ndo gro, qatë je pishin drug, mund të otërun vetëm se isha shqiptare musliman, unë i hinë adajak, apo dhe qysh. Kur shkova të shpia le havla killa bila, e qajti qilën i madhi Zot, kjo në sekreti, ma ba halal. Dhe me thonë, ty Evropën e kishe ti, po s'të ka pëlqy. S'm ka pëlqy, veni që m'ka pëlqy Suedia. Suedia, që ka pëlqy të Suedi, njerëz të qitë, si cilë e këshu punë të veta, si e interesokut për këtë tjetrin. Për shemë këmë konë Itali, atë janë njerëz para gjikoni vëlla, njerëz, unë jam këmë bëha punë këqia. Qëllë të punë këqia i ki bo? A? Qëllë punë këqia i ki bo? Kom ne me njerëz ka shesin drogë, veni keqë, më hutun ata, njerëz ka shesin drogë. Jam men me kërë me ata shka hanë droga, po dhe qysh, edhe këmë përdor, pa ta thonë atëherë, pa ta përdor, këti i këmë lonë, që ta shumë kështë të shku në gjami. Sot je shumë një djallë i devotshëm, i kilon gjitha droga. Alhamdulillah, sot me bo me pindi gotë rakim duke që këmë rodi kanë. Sot, sa je pishmon, sa kërkon falje për Zotit që i ki bo këto me kate. Gjithë natën, sa të ma frim, pashat madhin Allah. E kam be një baroko, pasha Zotin be, nuk po fuli me hamene se dikush të pralla. E kam një barok të puna, sa të kërkoj falje, sa meditoj këtë sende unë. Ma lunë vetëm barokën, aj me dashtë më nërzohet qytetin, po e ka thonë,
Runi Allahun, Allah ju runi juve. Kur se pa ta ru Allahun, pa ta hupa te kanë të mshkeli jahudit kishtert. Tash pe ruj, tash s'u mle natën azit, s'u mle vet kur. Kjo se kredi. A dëgon zgënimin më të madh në jetë që e ki pas. Cili ka qenë? Zgjenimin më të madh, zgjenimin më të madh, ka të thonë te qofsha fal, se kam atë Zoti gjithmonë. Zgjenimin më të madh që e kam unë zgjenjela për shembull, unë shumë për shembull edhe shumë pi besimtarëve munduna mi dha vullnet, mi dhon kuraju, apo di çish. Po unë për besimtar, na besimtarët jena vëllezër, a çfarë? Vërtet. Po shoh që kim ka pak xhelozinë me veti dhe besimtarët me veti. Jo se ka ide. Se xhelozojmë mes veti shumë. A është e vërtet? A është e vërtet duk di Allah, Zoti i Madh ka thonë pastroj për xhelozisë. A çfarë? Pastroj. Po si cilë ka për veti, thash, unë pa drejtë sakin hina në Burg d'Itali, hina në Burg. Sa vite në Burkina? Unë jam konë një 8 muaj një herë, po për drejtë sakin shkova vetëm që italiani që punoj shon se hep ke parët, e pa ta marrë të puna jam, se hep ke parët, italiani mirë kem parët mua, atina ju. Ata ke pse ty po të jepë mua, punosh si sa 10 veta punosh, a dëqish. Edhe nuk e sen e pa ta marrë të puna, se hep ke parët, o detyruar mu zonë me rrej me italianin, panorin, shefin. E sot kur pa qërë Zoti sprovën në Itali, a im lanë pak në kulisë. Qa ki pësu për një zgënimit të madh që e ki bon jetë? Për një zgënimit të madh që e kum besu në jetë, mes mi besu kërkuna, besnik me krejt e bes kërkuj. A që të? Që kjo e sekreti. Besnik me krejt bes kërkuj. Që kjo e sekreti. Po të du në fund me përmbyll intervistën e historisë jetës me një mesazh për jetë që nashti njerëzve kam i shërby shumë. Qa ju shëta? Bismillahirrahmanirrahim. Me historitë jetës, i tham gjithë rinis. Kthehit e Zoti, ngoj që ka thonë pejgamberi. Hani pini që ka thonë pejgamberi. Kryjnë e una që ka thonë pejgamberi, s'kini mu smukur, edhe kur s'muhi kini mu kokrenar. Kjo në sekreti. Rujtë Zoti. Edhe juve, respekt. Kalosh mirë. Selam aleikum. Aleikum Po selam. qefi, selam aleikum.